Ju përshëndes. Me rastin e vizitës e Belerit këtu, ne do merremi gjithësisht me atë gjë. Nuk do I lëm gjërat pjesë ose në mënyrë segmentare ose fragmentare, do I bëjmë ashtu si të mundemi ne t'i kompletojmë ato, t'i bashkojmë ato pjesës atë atij puzzle-i, që të nxjerrim tamam skemën që është e vërteta e asaj. Ngjarjeje të përsëritur, jo një herë, por shumë herë, po përsëritet çdo vit, edhe në datën 29, po vjen erdhi 2 herë, domethënë me datën 29 ka qenë këtu 29 tetorit edhe vjet, edhe si vjet nuk mori asgjë nda për qejf të tij. Në të ardhmen mund të kemi përgjigje të shohim, por për momentin unë kam ngul në këtë çështje. Disa thonë është fiksim, nuk mund të jetë fiksim. E dini pse jam duke këmbgulur? Jam duke këmbgulur vazhdimisht të kjo çështjeja e Belerit, sepse me kanë lënë vetëm. Dhe duke qenë I vetëm, duhet të këmbgul dhe të flas herë pas here mundësisht ditë për këtë çështje. Pra, me kanë lënë të vetëm, dhe për sa kohë që me kanë lënë vetëm, ata janë fshehur. E keqja nuk është se më kanë lënë vetëm. Sa jo me ndihmon, sa unë vetëm kam filluar. E keqja është se ata nuk me lajmëruan mua që t'jem në Tiranë ditën kur Beleri do vizitonte Shqipërinë, do vinte me atë grupin e deputetëve për të kontrolluar asosim stabilizimin dhe progresin tonë drejt Evropës. Nuk me informuan. Të gjithë fshehën dhe të gjithë fshehën gjërat që unë të mos më thonin mua me një WhatsApp ose me një Messenger ose me telefonat të thjeshtë me kishin thënë që Beleri do vi në Shqipëri. Pra, me lanë me njën duke ditur që vetëm unë mund të bëja diçka, protestuesit, sindikatat, shoqatat, ata I njohin që janë të shitur të gjithë dhe janë të orkestruar. Ata orkestrantët e tyre, dirigjentët e tyre, në për partitë politike dhe mafiozët e tjerë që jo vinë parat nga jashtë, që ju kanë thënë ca kësul unjë, me flamunjë, që ka savirën a gjësi majmunjë, ata nuk dolën kësa herë për Belerin dhe s'kan për dalë. Po si ju thanë, ata komancë, ata duhet paguhen, që ju hedhë një kockë që dalën atje. Mua që do dilja atje, sigurisht që unë do isha atje, edhe do dilnin probleme, thanë ta mbajmë pa informuar që mos kemi zhurmë, kjo është e pare punës. Tani, janë duke u folur për vizitën e Belerit këtu dhe ati që ka thënë në parlament. Po, aty në parlament ka patur shprehje kontrolluara se aty ka qenë protokolluar gjëra. Më përpara nga parlamenti e kam bërë një postim në Facebook me dorën e tij. Unë atë e kam nxjerrë tani nga Facebooku, e kam inqizuar në telefonin tjetër timin dhe kam për ta hedhur këtu. Do e shikojmë pjesë. Do e skanojmë atë pjesë të shikojmë se çfarë ka thënë atëherë dhe çfarë thot tani ky. Menjëherë sapo ka dalë ajo video dhe është hedhur me profilin e Belerit, mua me ka ardhur këtu, dhe me thënë që përmendet emrin nga që e njohin ato algoritmet, edhe me ka ardhur që Beleri hodh të postim. Me njëherë unë e kam postuar atë, do me thënë sa po më ka ardhur, unë e kam bërë share, e kam shpërdar atë. Dhe sa po e kam shpërdar, me njëherë unë kam lajmëruar Marin Memën, të pari, i kam thënë, me qenë se Ardit Bido, tani që është bërë deputet, nuk e hap me telefonin, lajmëroi Ardit Bidon për këtë përmbajtje, sepse atë në profilin tim, do më thënë, e kam bërë atë. Dhe I kam shpjeguar Marin Memës që kjo përmbajtje duhet t'i shkojë Ardit Bidos. Arditi tani nuk duhet të fshihet në për studio. Ai duhet të dalë atje dhe të shohë, sepse Arditi e din greqishten. Marin Mema, që e ka marrë atë që unë ja kam thënë në telefon, për të sqaruar me te, për hallin që t'i shkon të Ardit Bidos, ajo përmbajtje, ai postim I Belerit në lidhje me Vorjopjedin e fjala, Marin Mema nuk e din greqishten, dhe ai ka të drejtë, sepse nuk e din përmbajtjen e atij postimi të tmerrshëm që ka bërë brenda në Parlamentin Evropian. Tani, unë kam në telefon, do përpiqemi që sepse atëherë, gjatë kohës që unë e postoj atje ku e keni parë disa prej jush, në përbot ata që në Amerikë dhe jashtë shtetit, me marrin e telefonit se më thonë me Messenger që ne e ka mbyllur përmbajtjen, nuk lejon për shpërndarjen. Dhe mua më kanë me datën atë postimin e parë më kanë fshirë. Kurse tani që e bëjnë me këtë mënyrë, domethënë që e kam me celular tjetër, e falenderoj këtu se I kam blerë me lekët e Genti Rugijës, këtë telefon, që ja them copë, ai mi ka çuar lekët që e kam blerë, edhe atë telefon që e kam tani, unë do e përdor për këtë punë. Ja ta shohim se si dalin këtu gjërat. Ta çojmë në fillim dhe jemi Ja dëgjojeni.
Është duke diskutuar për një për një kryetar partie zgjidhja greke. Διαδίδει λοιπόν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης πως δήθεν μεθόδευσα να μην ψηφιστεί επίσκεψη ευρωβουλευτών στα ΤΕΠ. Dëgjoj me vëmendje. Η αλήθεια, την οποία γνωρίζει ο κύριος Βελόπουλος από τη δημοσίευση των πρακτικών της Επιτροπής, μας παραβλέπει και παραπληροφορεί, είναι πως εγώ και το ΕΛ είχαμε καταθέσει προτάσεις αρκετό καιρό για επίσκεψη της Επιτροπής στην ελληνική μηνότητα της Βορείου Epirut. Vërë Epirin, përmend këtu. Do të ja ditë, ja dëgjoje Vërë Epirin, që e ke këtu, është duke ta thënë, ti e din greqisht, ma me mos e din. Παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή. Dhe një rajon tjetër nga Turqia thotë. Δυστυχώς δεν στήριξε στην πράξη η πολιτική ομάδα του κ. Βελόπουλου Δέσια. Αυτό είναι το κατόρθωμα του κ. Φράγκου. Η συνεδρίαση των συντονιστών ήταν για να αποφασίσουν τις αποστολές του πρώτου εξαμήνου του 2026 και όχι για το δεύτερο, όπου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η αποστολή στην Ελλάδα. Από αυτό και μόνο φαίνεται ποιος έκανε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και συμμαχία με την αριστερά, ώστε να έρθει σαν πρόταση εκτός ημερήσιας διάταξης το δεύτερο εξάμηνο. Është edhe ai ekstremist, ai kryetari i partisë me cilin është grindur. Do shpjegoj më vonë. Αυτός είναι λοιπόν ο Κυριάκος Βελόπουλος, ένας κοινός καιροσκόπος, ο οποίος δεν διστάζει να δυσφημεί τη χώρα μας στο εξωτερικό, προσδοκώντας πολιτικά ωφέλη. Ξεχνάει όμως ότι οι πολίτες διαθέτουν κρίση και μνήμη. Ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες της Βορείου Epirut ψήφισαν για να υπερασπίζουμε τα εθνικά δίκαια και αυτό προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να υπηρετήσω. Që t'jemi të sqaruar. Në këtë intervistë, në këtë postim, ai ka folur këtë intervistë, të shkurtër, që është një intervistë e vogël, është një, si të them, një reportazh i vogël që e ka dhënë në Parlamentin Evropian. Kjo është për Ardit Bidon. Ardit Bido e din greqishten. Ai e shikon, është përmendur në atë vend 2 herë, me datën 15 e ka postuar në Facebook, e keni aty, e ke aty mor Ardit. Edi Rama e ka aty, të gjithë qeveria e kanë aty, Ministria e Jashtme. Nuk u bëj asnjë reagim, do thoni ju kush do e bëj reagimin, do e bëj Ota Gjaçka, që është korruptuar deri këtu, siç janë korruptuar dhe gjithë këta të tjerë, asnjëri prej tyre. Mua më vjen keq se mua me lanë me një anë e pare punës, ne nuk u morën, nuk me informuan, me vjen keq nga ana tjetër se edhe për vete nuk reaguan. Të gjitha këto do kenë një përgjigje, uroj së shpejti, uroj të suksesshme. Megjithatë, asnjë njeri nuk e din fillimin dhe fundin e këtij njeriu që e ka shkelur me këmbë, që po e shkel me këmbë dhe shikoj një politikë përfituese, tradhtare nga opozita dhe oportuniste, sa për të shfrytzuar rastin, për të marrë ndonjë fijem për asosim stabilizimin dhe rrinë dhe si pula të lagura, si ndyrësira. Jo vetëm që s'bëjnë gjë për vete, por nuk na një qoftojnë as neve që të bëjmë diçka për ta diskredituar këtë viran, këtë rufjan, këtë terrorist dhe këtë vrasës, që e ka emrin Fredi Beledi.